Sot jemi mbledhur këtu para Avukit që të prezantojmë dhe kërkesat tona që jemi marrë vesh mes Ministrisë Bujqësisë, Avukit dhe Qumshtorës Vita. Pra kemi cek disa pika si që jemi dakordu dhe në takimin e fundit jemi zotuar të bëjmë grumullimin e qumshtit. Ne kemi marrë garancionet që rezultatet e mostrave të marra me 2/7/2026 të qumshtit Vita në vendim të posaçëm të 2/7/2026 në numër konsiderueshëm të inspektorëve të i dërguar qumshtorës së shpejti dhe pastaj do të i publikojmë edhe ne. Produktet që importohen, rezultatet analizave të dalin brenda ditës. Maksimumi brenda pak ditëve ose pse kjo pasaqërsi ndaj produkteve vendore. Ne si shoqat jemi zotuar tek Vita se Ministria shumë shpejt do të i publikojë rezultatet, por nuk ka asgjë konkrete deri më tani. Ju lusim që rezultatet e mostrave të 2/7/2026 të qumshtit Vita me vendim të posaçëm të i dërgohen qumshtorës Vita menjëherë, në mënyrë që të përmirësoj imazhin e qumshtit Vita, në mënyrë që automatikisht të mos ketë probleme të grumbullimit të qumshtit në ditën e vijim. Për shkak të stoqeve të krijuara në qumshtorën Vita. Pra urgjentisht të merren masa në kontrollin e produkteve të importuara të dyshimta që përshiten në raftet tona me çmime shumë të ulta në mënyrë që sa më shpejt qumshtorët tona të rrisin grumbullimin e qumshtit. Edhe me shumë mirësjellje dhe njëherë po i lusim publikisht të gjithë akterët. Nuk jemi duke kërkuar diçka të paarritshme, po kërkojmë vetëm publikimin e rezultateve që jemi të sigurt që deri më tani janë realizuar. Po të publikohet rezultati i analizës të marrë me 2/6/2026 sa më shpejt. Po, njëkohësisht, domethënë jo është një lutje publike, ne e dim se në protestën e fundit të mbajtur me datën 5 korrik, na është premtuar që rezultatet do të dalin së shpejti, edhe ne e kemi marrë si të mirë qenë këtë çështje. Edhe kemi si shoqat kemi ndërhyr pa koordinim, ju them me plot përgjegjësi se kemi ndërhyr pa koordinim me qumshtorën Vita, se jemi kon bindun që do të fillojnë me grumbullu qumshtin e freskët. Mirë po, nga ajo ditë deri më tani po kalojnë vetëm se 11 ditë që rezultatet na po kërkojmë, ne e dim, nuk po dojmë me ndërhyr në asnjë proces. Domethënë larg asaj jemi domethënë shumë transparent. E dim që Ministria na ka informuar që do të del me një rezultat. Mirë po, ne e dim që janë marrë shumë mostra. Ne po i kërkojmë vetëm rezultatet e datës 2 korrik, sepse është dëmtu brendi i qumshtit Vita. Këtë rast nështë ka marrë konotacion këpun që ne po e mbrojmë qumshtorën Vita. Është e vërtet se ka mbi 1000 fermerë të cilët dorëzojnë qumsht freskët në këtë qumshtore, jemi rrit bashkë si fermer me ta, edhe kemi bo edhe investime të pas bindjen që si brand është i Kosovës dhe është qumsht 100% qumsht i fermerëve të Kosovës. Prandaj, unë e besoj që e kemi një kërkesë që është një kërkesë shumë kruciale. E dim që kanë kalu 2 javë nga marrja e mostrave, ne përkërkojmë vetëm publikimin, ose le t'ja dërgojnë qumshtorës ato rezultatet të atij qumshtit që është marrë me datën 2 korrik. Vlen të cikët se mostra janë marrë mandej edhe pas datës 2 korrik, me sa e ditë është i mbetet qumshtorës me. 2 herë kanë marrë inspektorat që nuk ka pas as mediatike, mostrat i kanë marrë. Fillimisht desha t'ju prezantona, jam Kushtrim Tigani, nga përfaqësuesi qumshtorës Vita. Pas shumë përpjekjeve të kontaktojmë me kryeshefin e AUV-it, zotin Bekim Hoxha, dhe ministrin Muja, nuk kemi marrë asnjë përgjigje, i kemi e-maila domethënë që ju kemi dërgu për takim, nuk na kanë pranuar për takim, pastaj kemi qenë detyruar dalim edhe të flasim vetëm të vërtetën. Në atë ditë kur kemi qenë unë si përfaqësuesi Vitës dhe fermerat, jemi të dakorduar që qumshtin t'ja fillojmë marrjen e qumshtit për fermerave dhe t'ja fillojmë le t'i publikojnë rezultatet. Rezultatet ministri tha do më vinë mua me datën 10, unë jam i obliguar t'ju dërgoj juve si qumshtore, pastaj për konferencë për shtyp, disa i përpunoj rezultatet 3-4 ditë do të dalë edhe unë me rezultatet e juja.
ne, si tha dhe fermeri Fidan Krasniqi, pa u dakorduar me bordin e qumshtorës Vita, Fidani është dalë te dera e Ministrisë Bujqësisë me datën 6 korrik ka thonë qumshti fillon të grumbullohet. Ne nuk ja kemi prishur fermerve, e kemi bë prej shumë telasheve të mëdha që kemi me qumshtin, ja kemi fillu grumbullimin e qumshtit që nga ajo ditë janë grumbulluar mbi 1 milion litra qumsht. Prej datës 6 deri me sot mbi 1 milion litra qumsht dhe ne nuk e kemi një rezultat të qumshtit Vita që kanë ardhur me vendim të posaçëm, vetëm për qumshtorën Vita. Abrazen LLC vetëm për vitën e kanë marrë mostrën e qumshtit Vita. Nuk e kanë marrë brendit Holla, vetëm qumshtit Vita, edhe janë dalë me ca deklarata që kanë qenë pa të vërteta, gjetje. Pastaj e kërkojmë qumshti Vita është qumsht i këtyre fermerëve. Nuk e prodhojmë ne, e prodhojmë fermerët, ne vetëm e përpunojmë. Ministri ka pas informat atë ditë nga unë personalisht që në Kosovë futet qumsht nga Serbia. Apo e mërojnë qumshtin e Serbisë dhe mi shkatru fermerët tanë, apo ku le dalin le të flasin. E kanë informatin që nga Bosnia nuk e pranojnë certifikatën e Republikës Kosovës, ne nuk mundem të dërgojmë Bosnje produktet me origjinë shtazore, ndërsa Bosnia fut këtu çka të donë. Në raftet e Kosovës jeni edhe ju vetë dëshmitarë që kemi qumsht shumë lirë, si vjen nuk e dim, kush e vjen e din shteti, edhe le të merren edhe me këta, me dumping apo me subvencione që ju jep shteti tyre, me shkatru këtë prodhim. Që i bëj thirrje ministrit që mos të mbron diçka që nuk është e saktë, le ta mbron ato që është e saktë, ajo që i mbron fermerin, edhe për rinate personale mos ta shkatrojnë një sektor. Thirrje publike edhe me media që të tregojnë që vetëm analizat e datës 2 që kanë ardhur me vendim posaçëm. Pastaj mostra tjera që kanë marrë edhe 20 apo 30 le dalin me grupin e qumshtorëve tjera. E kanë hutu publikun, e kanë hutu konsumatorin, le dalin, le të flasin, le ta kthejnë namin e Vitës aty ku ka qenë. Nuk po kërkojmë diçka që nuk bën me kërku, nuk po kërkojmë diçka mëshirë apo lëmosh, po kërkojmë vetëm le të tregojnë çka është e vërteta. Ne e dim, unë jam vetë i fushës, dhe Fidani është i fushës, që këto analiza nuk zgjasin mbi 2 apo 3 ditë. Analizat i ka ose kryeshefi Bekim Hoxha, ose ministri i ka në dorë minimum 10 ditë, nga data 2. Minimum 10 ditë. Nuk po dojnë, le ta tregojnë arsyeën pse nuk po dojnë, ne jemi të gatshëm të ballafaqohemi, ne i kemi marrë dhe mostrat, i kemi aty të blombume, po nga vet AUV, që i ka blombu vetë veterinari i AUV-it, i kemi ne i rrujmë aty, edhe i quajmë laboratorët të akredituar në Zvicër, në Amerikë, në Suedi, Norvegjik, ku të kanë qef. Ju faleminderit. Data konkrete ka qenë data ka qenë 6 kur kemi bajt protestën, edhe jemi taku mbas protestës me ministrin. Fjalë të mira shumë në ministri, edhe na ka premtuar që deri me datën 10 ministrit i vinë dorë. Ai duhet mi përpunu ca analiza, po juve kam obligim që i japi si qumshtore. Pastaj bër konferencë për shtyp do i merr 3-4 ditë. 3-4 ditë që ne kemi caktuar një datë 13, po hajde 13 nuk kanë qenë të gatshëm. 15, 16, sot data 17. Është vikend, nuk e kanë ndërmend të publikojnë rezultatet. Kur ne e dim që rezultatet është dash me dal, janë rezultatet për prezencën e qumshtit Plon dhe vajt Palmës, që Vita si brand asnjëherë nuk ka pas, as nuk do të ketë. Vetëm le dalin shtetit, ne do i besojmë shtetit, le del shteti dhe le tregon, edhe i ka hutu konsumatorët. Konsumatori duhet mu bind që brendi Vita nuk ka as vaj palme, as qumsht Plon. është qumsht 100% i Kosovës, 100% i fermerëve. Pra konkretisht le të bëhet vetëm publikimi i rezultateve të qumshtit brendit Vita. Të tjera le të publikojnë masanej. Esenca është të bëhet sa më parë publikimi vetëm i brendit Vita, që mos të ketë hutite konsumatorët. Ju faleminderit. Në rast se nuk i publikojnë rezultatet, a do të ketë protesta? Ne ju them me bindje të plot. Ne kemi
ministri e ka dërgu një përgjigje, timi më konkret, thot me datën 27 do të publikohet raporti. Në rregull, ne nuk po dojmë me marrë absolutisht, thash edhe në fillim, nuk po dojmë me ndërhy në procese, janë procese dhe e përkrajmë çdo proces që shkon në favor të prodhimit vendor. Mirë, po, këtu në këtë rast kemi të bëjmë, po kërkojmë një rezultat të një qumshti që është marrë i vetëm. Nuk po dojmë me ndërhy në raportin i cili do të përpilohet nga ministri dhe do të publikohet me gjas deri me datën 27. Ne po kërkojmë vetëm se rezultatet e qumshtit të datës 2 korrik që janë marrë në qumshtore, që neve na thot kompania që kinse me pretendime se kanë kapur bërje të vajit palmës dhe qumshtit plu. Këtë po kërkojmë, që të krijojmë një qartësi në konsumator edhe një siguri tek fermerët, të cilët kanë domethënë besoni që kemi në mesin e fermerëve, ndoshta që është kriju një hamulli tash se çka pas ka ndodhur, pse janë kriju këto teprica. Ju garantoj edhe një sen, në emër të prodhuesve, si shoqat. Nëse këto çështje kanë mu rreh si i kohije, i lusim që ta kontrollojnë importin me produkte të dyshimta. Është në dorën e AUV-it dhe të ministrisë. Po vinë qumsht me çmime mizerje në për raftet tona. A janë me metoda dumping apo si janë, nuk e di, nuk na takon neve të mirëmi me këtë çështje, por ju garantoj që çmimi në moment se lufta kryesore është edhe fermerët tani janë tu e dorëzuar qumshtin me çmim shumë të ulët. Ju garantoj se fermat organizume janë tu dorëzuar qumsht edhe nën kostot prodhimit. Po ne po shpresojmë që është shumë e shkurt kjo. Në momentin që mirë masat në dogana për kontrollin e këtyre produkteve, çmimi domosdoshmërisht do të ngritet tek fermerët. Domethënë këto janë kërkesa kruciale tona. Nuk kemi tu kërkuar diçka që nuk është në dorën e udhëheqësve tonë, në këtë rast edhe të qumshtorës. Kemi dalë mbrojtje të qumshtorës se jemi të bindur që janë tu prodhu brendin vita me qumsht pastër, 100% qumsht të fermerëve të Kosovës. I kanë mbinim i fermerë. Jemi, domethënë, ne për çdo ditë ballafaqohemi me këto problematika. Është me të vërtetë është situata jo shumë stabile dhe shumë e rëndë. Për mos themi tash, ndoshta dita ditës qumshtoria mund përdor metodat na ndalojë edhe qumshtin e freskët. Nuk di, kemi fermer me prodhim shumë të madh, ka fermer me 1000 litra, ka fermer me 1500 litra, ka fermer edhe mbi 2000 litra qumsht. Me të vërtetë është, po flasim për 24 orë. Është situata që qumshti i freskët nuk mund deponohet. Domethënë kjo është e merr një pikë të madhe. Për atë arsye është edhe produkt strategjik i shtetit që duhet ta mbrojmë. Nuk po kërkojmë diçka që është e pamundshme. Një rezultat ecim tutje. Mandej ne si prodhues kemi punë me qumshtorë. Nëse kemi pak knatësi atëherë ne kemi punë me qumshtorë. Ne po kërkojmë një rezultat, ecim tutje, le të heket kjo besomni, kjo dilemë është kriju, ne kemi gjithë familjarë, gjithë na pyesin a me ble, a ka qumshluan, a s'ka qumshluan. Është një situatë shumë e rëndume. Për ato jemi në mbështetje sepse po besojmë.